Kojmë drejtat barabarta atash të punësohemi, mirë po me punësimin e grave rritët edhe ekonomia e Kosovës, do të thot 50% e popullsisë është duke ndajtë në shpe, nëse shohim me shkallën e arsimimit, atëhere 2-1 janë gratë ma të shkollume se sa burat, mandej kur vjen të punësimi, atëhere jemi 75% grave janë jashtë tregut punës, që është shqetësuese edhe është niveli maj ulti dhe ajo pjesë e shoqërisë e cila kujdeset më së shumti, sidomos nënat për fëmijët e më pas edhe për personat e moshuar cilën ju e potencuat. Patjetër. Gjithashtu kemi kërku që me u kriju një grant specifik për financimin e shërbimeve sociale. Këto shërbime sociale cilat janë me buxhet të pamjaftueshëm edhe nuk janë shumë të bazuara në nevoja. Ne kemi bo thirrje për me u zbatu në plotni ligji për shërbime sociale dhe familjare, edhe me u kriju një grant specifik për financimin e shërbimeve sociale dhe qendrave për punë sociale. Kjo do të ndikonte më mirë edhe do të përfitonin shumë gratë cilat janë të prekura prej dhunës, personat me aftësi të kufizume edhe fëmijët gjithashtu. Kërkesa tjetër është me u institucionalizu buxhetimi i përgjithshëm